Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jemi bashkë në edicionin e parë informativ për sot dhe do të nisim me një lajm tragjik që në vije nga Gjakova. Një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në rrugën Vëllezërit Frashëri në Gjakovë. Klan-Kosova.tv ka mësuar identitetin e viktimës, që është personi me inicialet RB i moshës 38 vjeç. Lidhur me rastin për Klan-Kosovën është deklaruar edhe policia përmes dhënësit rajonali Sheremet Elezi. Rreth orës 5:30 minuta janë njoftuar se në rrugën Vëllezërit Frashëri në Gjakovë dy persona meshkuj të moshës madhore janë qelluar me armë zjarri si pasojë e plagëve të marra. Njëri prej tyre ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes, ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e tij. Personi tjetër ka mbetur i plagosur dhe është dërguar për trajtim mjekësor. Njësitë të përkatëse policore janë përgjigjur menjëherë rastit dhe është njoftuar prokurori i shtetit, i cili po ashtu ka dalë në vendin e ngjarjes. Aktualisht po ndërmerren veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të arrestimit të dyshuarit ose të dyshuarve dhe zbardhjes së plotë të rrethanave të ngjarjes, ka deklaruar Elezi për Klan-Kosova.tv. Besim edhe me tutje me informacione në Gjakovë, ku një burr është arrestuar pasi i njëjti dyshohet se për një periudhë kohore ka ushtruar dhunë fizike dhe psikike ndaj bashkëshortës së tij. Rasti lidhet me një incident të ndodhur më datën 3 janar të vitit 2026, rreth orës 23 në rrugën Yjet e Erenikut, ku sipas raportimeve e dyshuara A.D rreth 45 vjeç dyshohet se në vazhdimsi kishte ushtruar presion dhe dhunë ndaj bashkëshortës së tij me inicialet B.D rreth 44 vjeçare. Për shkak të mosmarrëveshjes, çifti kishte nisur të jetonte ndaras, ndërsa në një rast i dyshuari kishte shkuar në banesë për të marrë vajzën e tyre. Sipas raportimit, vajza kishte kundërshtuar të shkojë me të, por i dyshuari e kishte marrë pa vullnetin e saj. Viktima ka refuzuar strehimin, ndërsa gjatë procedimit të rastit ka qenë e pranishme edhe punonjësja sociale. Pas ndërhyrjes së policisë, A.D është arrestuar, ndërsa me vendim të prokurorit kujdestar është dërguar në ndalim për 48 orë. Ndrojmë temë të informacioneve dhe flasim për një grua tjetër kosovare, e cila ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm. Regjisorja dhe aktoria kosovare me famë botërore, Luana Bajrami, bashkë me ekipin e filmit të saj të ri, Two People Exchanging Saliva, janë ngritur në skenën prestigjioze në ceremoninë e çmimeve Oscar për të pranuar çmimin e filmit më të mirë të shkurtër. Regjisorët e filmit me të pranuar trofeun në emocione të mëdha përmenden edhe prejardhjen nga Kosova të njërës prej protagonisteve të filmit, Bajramit, duke shtuar se është një projekt i punuar nga një ekip i përbër kryesisht nga gratë. Ndrojmë temë dhe flasim për zhvillimet politike. Analisti amerikan Daniel Server ka paralajmëruar se kriza e zgjatur institucionale në Kosovë nuk është normale dhe se kjo mund të dëmtojë seriozisht pozitën e vendit në arenën ndërkombëtare, përfshirë edhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një deklaratë për Radion Europa e Lirë, profesori John Hopkins University ka thënë se marrëdhëniet e qëndrueshme midis Washingtonit dhe Prishtinës nuk mund të ndërtohen në rrethana kur vendi funksionon me institucione të përkohshme. Sipas tij, një qeveri në detyrë dhe mungesa e një presidenti të zgjidhur e bëjnë të vështirë ndërtimin e një partneriteti të fortë me SHBA-n. Nga dje nisi të zbatohet ligji për të huajt dhe ai për automjetet. Por ata që po e ndjejnë sërish padrejtësinë që po u bën Kosova janë shqiptarët e Luginës së Preshevës. Me ligjin për të huajt, serbëve ju mundsohet pajisja me leje të përkohshme qëndrimi për të paktën 12 muaj në Kosovë, por kjo nuk do të vlejë edhe për shqiptarët të cilët ankohen se po anashkalohen nga Prishtina zyrtare. Dokumentet personale i kanë të njëjtit shtet, mirëpo me ligjin për të huajt, ka mundësi të trajtohen ndryshe serbët e Serbisë që punojnë e studiojnë në Kosovë me shqiptarët e Luginës që e kryen të njëjtën punë.
Të parëve do të mundësohet pajisja me leje të përkohshme qëndrimi për të paktën 12 muaj. Kjo nuk do të vlejë edhe për shqiptarët nga Lugina, të cilët thonë se po anashkalohen. Mendoj se kjo është shkrepja e parë që paralajmëron atë bumin e madh që tek do të vijë pastaj. Kjo çka e kemi po është gjëja më e vogël, edhe unë mendoj se kjo është derivat i marrëveshjes së Ohrit, e cila do të vijë me koncesione të reja, edhe në fund me përpilimin e asaj që njihet Zajednica. Sipas tij, edhe qeveria nuk ka bërë mjaftueshëm për shqiptarët e Luginës. Me këtë veprim, shqiptarin e Luginës e kanë lënë anash, mund me thonë që i kanë dhënë një goditje fatale, edhe përkundër asaj që kjo qeveri ka tentuar ose ka kamufluar me mjete, me ndarje të buxhetit të se është interesuar për një pjesë të shqiptarëve, për shqiptarët atje. Ndërkohë një i ri nga Lugina, që jeton dhe punon në Prishtinë, thotë se ka aplikuar mbi 6 herë për leje qëndrim dhe ende është në pritje. Është shqetësuese, siç e thash edhe më herët, pjesa e mos trajtimit dhe mos përfshirjes së shqiptarëve të Luginës së Preshevës në lehtësime të tilla, pasi që tani e tutje për shqiptarët e Luginës së Preshevës të cilët nuk kanë leje qëndrim, sidomos për moshat 40 ose 50 mbi që jetojnë në Luginë të Preshevës, nuk do të mund të hyjnë në Republikën e Kosovës më tepër se 90 ditë në periudhën për 180 ditë. Ndryshimi i qëndrimit për ligjin nga kryeministri Albin Kurti erdhi pas takimit me emisarin evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, një ditë pas hyrjes së tij në fuqi. Derisa marrëveshja e fundit e kryeministrit Albin Kurti me ndërkombëtarët sa i përket ligjit për të huajt po cilësohet si tërheqje nga ana e kryeministrit Albin Kurti në raport me ndërkombëtarët. Ekspertët deklarojnë se ligji do të duhet të ishte njëjtë për të gjithë, ndonse kjo nuk është hera e parë që kreu i qeverisë dorëzohet para presionit. Vizita urgjente së shtunës pa kohë para nisjes së zbatimit duket se bëri punë. Pasi priti diplomatët evropian, kryeministri kosovar Albin Kurti u zmbraps nga implementimi rigoroz i ligjeve për të huaj e vetura. Bile tha se për serbët do të hapet dritarja 3 mujore për regjistrimin e fakteve të lëshuara nga institucionet paralele. Në këtë periudhë, aplikantëve do i lejohet edhe përdorimi ekskluzivisht si mjet identifikimi i ID kartës të lëshuar nga strukturat jo legale. Por kaq bojar, shefi i qeverisë nuk u pati treguar me institucionet prej ka vinë mysafirët e së shtunës, kur ai me 2024 liberalizoi vizat për serbët bartës të pasaportave ilegale. E konsiderojmë të padrejtë, e konsiderojmë të dëmshme dhe gjithashtu dekurajuese për integrimin e serbëve. Me 2022 ishte edhe i thari vendosjes së reciprocitetit. Pa negociueshme është parimi i reciprocitetit si thelb i çfarë do zgjidhet tash. Por veç 5 minuta para se të nisë zbatimi i tij për dokumentet me Serbinë, një gushtin e 2022-s, Kurti pati shtyr vendimin për një muaj pas kërkesës së ambasadorit amerikan Jeffrey Hovenier, duke thënë se ai po dhe diçka më shumë se qeveria. Kjo pasoi edhe me shtyrjen tjetër 2 mujore deri në nëntor të atij viti. Krejt kjo, anëse si opozitar, dikur thoshte se nuk e njeh presionin. Ata që kanë përjetuar trysni duhet ta tregojnë se si duket ajo trysni. Unë edhe më tut jem kurreshtar ta marr vesh se si duket trysnia ndërkombëtare. Po ka mundësi që kur nuk je i korruptuar e nuk mund të shantazhojnë, nuk e përjeton as trysni. Për heqjen dorë nga zbatimi i plot, gjë të cilës ju gëzua edhe Beogradi, po kritikohet pushteti aktual. Është vërtet e habitshme, mund të themi është kundërpushtetuese, është kundërligjore, sepse ligji ka hyrë fuqi dhe do duhet të zbatohej një trajtshëm për gjithë qytetarët e huajve. Kjo tërheqje e ekzekutivit sipas tij është humbje për rendin dhe cënim për sigurinë e Republikës. Kurti është konsistent në mos mbajtjen e zotimeve të tij që do të vlej ligji njëjtë për gjithë qytetarët dhe se do të forcohet sovraniteti i vendit. Këto dy ligje ishte parapartë të hyjnë në fuqi nga 15 janari, por u shtym për në mars në emër të informimit nga qeveria e Kosovës. Derisa sindikata e punëtorëve të Prishtina Parking ka njoftuar se sot do të mbajë protestë para hyrjes së ndërmarrjes për plotësimin e kërkesave të tyre. Sipas njoftimit, protesta do të mbahet për shkak se nuk ka pasur asnjë thirrje për negociata nga menaxhmenti për rritje të pagave dhe disa kërkesa të tjera të punëtorëve. Sindikata ka njoftuar se protesta do të mbahet nga ora 13:30 në Lakrisht.
Për fund do të flasim për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili thotë se do të ishte shumë keq për të ardhmen e NATO-s nëse aleatët nuk do të ndihmonin në sigurimin e ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore kritike për transportin global të naftës. Në një intervistë për Financial Times, Trump thotë se pret që Kina të ndihmojë në zhbllokimin e ngushticës dhe mund të vonojë një summit me udhëheqësit e Kinës, përkatësisht me udhëheqësin Xi Jinping, nëse nuk e bën këtë, ka shkruar BBC. Në bordin e Air Force One, Trump tha gjithashtu se po flet me rreth 7 vende përfaqësuese sa i përket policimit të ngushticës, duke shtuar se do t'u ambaj mend nëse ato nuk ndihmojnë. Kaq për këtë edicion të parë informativ, po ju lë të vazhdoni